Shqipëria mund të ndërmarrë një hap të ri politik dhe diplomatik ndaj Republikës Islamike të Iranit. Partia Socialiste ka propozuar në Kuvendin e Shqipërisë një projekt rezolut për të shpallur Iranin shtet sponsor të terrorizmit, ndërsa Garda Revolucionare Islamike dhe organizata Hezbollah të cilësohen organizata terroriste. Kryeministri Edi Rama deklaroi se parlamenti do të ftohet javën e ardhshme të votojë për këtë rezolut, duke e cilësuar regjimin në Iran si një regjim që sipas tij mbështet terrorizmi në nivel ndërkombëtar. Javën që vjen, Parlamenti i Shqipërisë do të ftohet të votojë një rezolut për ta shpallur Republikën Khomeiniste të Iranit. Unë me gojë nuk e them dot islamike, sepse ajo republikë nuk ka asnjë lidhje me Islamin, sipas asaj që unë di dhe sipas asaj që unë çmoj tek Islami, shtet sponsor të terrorizmit. Dhe bashkë me këtë do të shpallet organizatë terroriste Garda Republikane e Iranit dhe Hezbollah, që dyja. Sepse kjo është e vërteta. Natyrisht në këto hapa nuk jemi pionierët, sepse ka pasur më parë edhe partner, aleat, miq që i kanë hedhur, por është koha që ta bëjmë dhe ne këtë gjë. Ndërkohë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka depozituar zyrtarisht projekt të rezolute në parlament. Sipas dokumentit, përmes kësaj rezolute, Shqipëria synon të bëjë thirrje vendeve demokratike, organizatave ndërkombëtare dhe partnerëve strategjik që të shqyrtojnë masa të koordinuara kundër terrorizmit të sponsorizuar nga shtetet dhe të forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër kërcënimeve. Pas miratimit në parlament, rezoluta pritet të përcillet Këshillit të Ministrave, qeverive aleate si dhe institucioneve ndërkombëtare, përfshirë organizatat e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian me qëllim koordinimin e qëndrimeve dhe veprimeve në nivel ndërkombëtar.